Se ne nuk ja kemi dhënë shpirtin partisë më burr në këtë rast, apo jo? Me vërtet kemi nënshkruar kandidimin. Edhe i jep ngjyra partisë, i jep ngjyra identiteti, ngjyra politike partisë. Të bëj një analogi se çfarë ndodh. Në rast se Aulon Kalaja ble vota, larg qoftë, që s'kam bleja si vot në jetën time dhe i kam thënë dhe spaku të vendos në. Këtë e them dhe unë publikisht, nuk e besoj që Aulon Kalaja. Jo, po nuk është truar kjo çështje, mos u basim komente. Jo, shumë e rëndësishme kjo, pra se duhet dal diku. Në rast se unë kam ble vota, përgjegjësinë e ma partia politike apo e ma Auloni? Duhet ta mbaj Auloni. Po pikërisht pra, edhe e kjo historia e këtij nenit në kodin zgjedhor që ne po luftojmë tani dhe unë duhet ta çoj edhe në gjykatë europiane të drejtave të njeriut, duhet shkojmë edhe në Strasburg. Në rast se unë besoj që ka për ta fituar kushtetuese këtë histori, se te kolegji zgjedhor nuk e di, s'duhet ta paragjykoj, mund ta fitojmë edhe në kolegj zgjedhor, por të vendosim një standard jo për çështje mandati dhe për çështje emra, se po e shtroni kështu, a do ta marrë mandatin. Jo, mandati nuk do të jetë gjitha hipoteza. Po nuk i njërojnë, pra ne kam një ngarë me fitu mandatin, se unë jam hipokrit. Por beteja ime, këtë po them, beteja ime në këtë rast është për me vendos një precedent, i cili është për te emrit Aulonit. Shumë dakord, po. Thjesht dua që ta bëjmë më konkrete edhe në ti e ke parimore, por kur flasim me gjithë teleshikuesit, gjitha dimensioneve, është e rëndësishme ti referohemi edhe kandidaturave, edhe kandidatit, sepse të gjithë janë të interesuar për emra. Kurse ti ke një çështje parimore, ke të drejtën tënde, po për ta përkthyer në mënyrë më popullore të drejtën tënde duhet të flasim edhe për emra, domethënë. Kur mund të jetë procesi i rinumërimit? Shiko, lajmi mirë është unë jam legjitimuar pra si palë. Po. Këtë vendim kasi e ka marrë, që do të thotë legjitimim, do të thotë që ka pranuar provat e mia dhe vendoset vetëm data dhe modaliteti i dhënies provave. Si funksionon Aulon, si Tirana hapen gjitha kutit apo gjithë qarku? Patjetër, unë kam kërkuar rinumërim për të gjithë kutitë e votimit. Pra 493, 4 janë kutit dëmtuara, që KQZ-ja nuk ka marrë përsipër me numërim, që do të thotë kanë pas probleme. Nga çfarë? Nuk e di, ata vendosen që mos i numërojnë 4 kuti. Domethënë nuk janë numëruar as për PS as për PD, nuk janë numëruar fare. 4 qendra votimi, pjesën tjetër dhe 84 kuti diasporës, unë kam kërkuar që të rinumërohen. Pra kjo është ajo, dhe ligji detyrojnë që do rinumërohen. Pjesa modaliteteve pastaj mund të procedohet si Tirana, patjetër. Po është sa gjysma Tiranës Durrësi. Keni parasysh janë 1288 ka Tirana, ne diku te 500-600 kuti, pak a shumë. Si e kam pritur këtë këmbguljen tënde në PD, Aulon? Shumë mirë besoj unë. Gjithë demokratët janë pro transparencës, janë gjithë pro që dale vërteta. Pastaj, shiko, ka dhe i problem tjetër. Zoti Berisha ju kritikoi fillimisht që ndoj që rrugën e gabuar, tha. Nuk dalte procedura. Te procedura, po, te procedura ka pas debate, pra. Unë jam për procedurën që kasi do duhet na legjitimonte. Ndryshe nga çdo skeptik tjetër. Për kjo është beteja që unë kam nisë, që do thotë betej për transparencë. Unë do të pyetje që ju bët Arbër do të ashtroja ndryshe për të bërë më analizë në Partinë Demokratike, thënë ju. Partinë Demokratike unë jam i bindur që gjithë militantët edhe gjithë njerëzit që nuk janë të kupola e pushtetit Partinë Demokratike e përshëndesin gjë të tillë. Kurse partia funksionon në strategji. Po kupola përse nuk e përshëndet sipas teje? Unë e lexoj kështu. Kupola unë e shoh për shembull, unë kam parë kur Berishën kaq të qetë në marrjen e rezultateve të para. Që do thotë në gjitha zgjedhjet. U kënaq me humbjen? U kënaq me fitoren e tij. Se varet si nga çpik vështrimi e shef. Berisha u legjitimua si kryetari i Partisë Demokratike dhe zgjedhor. Dhe Berisha në fillim kjo është fitore e vogël, besoj unë. Kjo është fut për kaq pak. Jo, nuk është e vogël, sepse zoti Berisha ka një procedurë penale për të përballuar. Dhe kur je kryetari i opozitës, këtë procedurë penale e ke më të lehtë për ta përballuar. Kur nuk je kryetari i opozitës, e ke më të vështirë. Gjithmonë prezumohet pafajësia dhe kjo është e padiskutueshme. Por në një proces penal, kur je kryetari i opozitës, të gjitha palët të kuren pak. Edhe bëhet fjalë për një kryetar opozite i cili është aktor i rëndësishëm i pluralizmit. Nuk është se ka treguar që të kurret, po gjithsesi. Ndoshta edhe atë është për ta parë se varen çfarë zëri e shef. Unë kam qenë në një debat tjetër përpara se zoti Berisha të lirohej nga arresti shtëpiak, ishin 2 avokatë të cilët i referoheshin ligjit dhe thonin nuk del. Berisha është e pamundur të dalë. Kurse unë nuk jam jurist. Unë jam analist politik, opinionin politik, bëj analizën edhe dhe thash, merreni qetë, lexojeni qetë se sipas meje, për sa e shoh unë zhvillimin politik, zoti Berisha del nga arresti shtëpiak. Se unë e lexova që i interesonte Ramës. Qëndja e zotit Berisha në krye të Partisë Demokratike me interesa të lidhura drejt për drejti me rolin e tij, është shans për zotin Rama të qeverisë pa probleme dhe po vazhdoj kjo strategji dhe nuk fiton, se dakord, e kuptova Rama fiton, po zoti Berisha çfarë fiton me këtë? Nuk e kishte partinë, ai humbi partinë një kohë. Au rikthy për të marrë partinë, mori vulën, mori partinë e mori dhe me zgjedhje partinë tash. Të gjithë 50 deputetët që janë aty